alfabetit? Mua do më lejon në fillim ta them në mënyrë më të përgjithshme. Në botë ka pasur edhe ka me mira gjuhë. Mirë po, një pjesë shumë e madhe e tyre, jo e vogël, janë zhdukur pa lënë asnjë jurmë. Çdo të thotë pa lënë asnjë jurmë, do të thotë që nuk arritën të kishin një alfabet. Alfabeti lind në një periudhë të caktuar të historisë njerëzimit, kur ndërtohet shteti, zhvillohet ekonomia, tregtia, pastaj sigurisht i shërben edhe besimit. Praktikisht besimet ka qenë të ndryshme, po besimit të kohës dhe edukimit, arsimit të popullsisë. Do me thënë, alfabeti nuk është të thjesht punë shkronjash, me të fillon gjuha e shkruar. Dhe me gjuhën e shkruar fillon historia e dokumentuar e një populli. Dhe për këtë arsye, nuk mund të ketë shtet pa alfabet. Nuk mund të ketë zhvillim të mëtejshëm, sigurisht një zhvillim ka, po zhvillim të mëtejshëm të kulturës, letërsisë, të artëve. Për shembull, po themi letërsia e shkruar. Si mund të ekzistojë letërsia pa alfabet? Do të kalojmë tash tek një pyetje më e rëndësishme, po për Shqipërinë si është puna. Sigurisht, sa herë vjen puna për të kaluar, shqiptarët fillojnë me historinë e lashtë. 2 fjalë për historinë e lashtë. Ne, shkenca jonë, domethënë, është e bindur në bazë të argumenteve shkencore të shumë disiplinave, që ne jemi pasardhës të një grupi fisesh ilire të Ballkanit Jug Perëndimor. A kishin alfabet ilirët? Nuk kishin. Pse nuk kishin? Në shekullin e 9 para erës së re, grekët e lashtë e morën alfabetin nga Fenikasit dhe një shekull më vonë e morën dhe latinët. Dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur alfabete të tjera që të mbizotëron në Europë. Në këtë mënyrë edhe ilirët tanë i kanë shkruar për shembull emrat e tyre në gurët e varreve, në fillim me greqishten e vjetër, jo të re, dhe pastaj me latinishten. Por ka pasur një problem të cilin mua më duhet ta vënë në dukje. Në shekullin e 5 para erës së re, për shembull, kultura greka arriti një periudhë vlerësimi, është me të vërtet një periudhë e artë. Mirë po, kultura greke asaj kohe ka pasur një cen, një tmet shumë të rëndë. Megjithse pjesa më e madhe e popullsisë në poliset, qytetet greke ishin popuj të tjerë, ata i quanin të gjithë popujt e tjerë barbarë. Dhe për këtë arsye, nga ky koncept ideologjik shumë i gabuar, ata nuk interesoheshin as pak pra asnjë gjuhë të asnjë populli tjetër. Dhe për këtë arsye nuk na kanë lënë dëshmi të gjuhës së këtyre popujve. Megjithse ata ishin një shumicë shumë e madhe në Ballkan. Çfarë ndodhi atëherë për një periudhë të gjatë në trojet që i quajmë sot troje shqiptare, ne me një term shkencor themi areali i gjuhës shqipe, janë përdorur këto 2 alfabete. Alfabeti i greqisë së vjetër dhe alfabeti latin. Megjithatë, unë nuk pajtohem me ata njerëz që menjëherë fillojnë duke u nisur nga ky fakt thonë gjithfarë gjërash. Unë do t'u them një gjë. Durrësi dihet që ekziston që nga viti 627 para erës së re. Ne i kemi të dokumentuar që nga shekulli 5, thash në gurët e varreve, emrat ilirë. Nuk duhet të ankohemi me mëtej në këtë drejtim. Pse? Pa mendoni në shekullin e 6 para erës së re, çfarë shkruhej në Suedi, në Norvegji, në Finland? Nuk kishte shkrim fare. Atëherë ne jemi një vend, vërtet alfabetet ishin të huaja, po jemi një nga vendet ku alfabetet dhe shkrimi kanë ekzistuar që në kohët më të lashta. Domethënë kultura e shkruar ka qenë dhe prandaj ka një rast konkret dihet për shembull që një perandor romak ka bërë akademinë këtu tek ne në Apoloni. Këtu ne kishim akademi. Sigurisht ishte me alfabet huaj, por ishte kjo akademi. Kështu që në këtë mënyrë nuk duhet të përmbysim gjërat duke u nisur nga disa mite në kokën e njerëzve. Dhe pastaj vjen një periudhë e gjatë, të cilën e quajmë periudhën e kalimit nga ilirët tek shqiptarët ose më mirë në atë kohë që është në arbërit, dhe kjo është periudha që ne i quajmë në mënyrë shkencore etnogjeneza e popullit shqiptar. Periudha kur kalojmë nga ilirët tek shqiptarët. Kushtet historike të tjera janë shumë delikuar, nuk do t'ju shpjegoj, po do themi kaq nga shekulli 6 deri në shekullin e 10 bëhet etnogjeneza e shqiptarëve. Nga periudha e lire ne kalojmë në periudhën arbëre. Dhe tani vjen pyetja, po mirë, atëherë kur do të fillon kjo gjuhë të kishte alfabetin e vet?
Përgjigja është shumë e thjeshtë, nuk do ta shpjegoj. Kjo është e mundur vetëm atëherë kur në një vend, në një popull, klasa sunduese është e njëjtë me pjesën tjetër popullsisë. Dhe atëherë kjo klasë sunduese, kjo shtresë, do të komunikojë me këtë popull. Kur ka ndodhur kjo gjë në trevat tona? Nga shekulli 12. Pra ne do të themi që Shqipja, në atë kohë sigurisht nuk quhet Shqipja Bërishja, ka filluar të shkruhet, pavarësisht se ne nuk kemi një dokument konkret, nga shekulli 12, jo më përpara, sepse nga shekulli 12 në trevat tona patëm, sigurisht në atë kohë ishin feudalët ose shtëpitë e mëdha, të cilat ishin shqiptare dhe patjetër ato do të donin të komunikonin me popullin e tyre në gjuhën e tyre, sepse nuk kishte se si, për shembull, në shekullin e 11, një perandor bizantin të komunikonte shqip me shqiptarët. Nuk mund të përfiturohet. Pastaj vjen periudha menjëherë përpara pushtimit osman. Këtë tashmë nëpërmjet të huajve që kanë shkelur trojet shqiptare, ne kemi thonë, ata e thonë që kanë një gjuhë të tyre, që shkruajnë me shkronjët e tyre me radhë. Ne nuk kemi dokumente, por kur fillojnë të vinë dokumentet, dhe unë po marr fjalin e parë që shkruhet shqip, që e kemi dokumentuar të 1462, formulën e pagëzimit të Palangjellit, përputhet plotësisht me këtë skem teorike që ju thash. Do me thënë, do të shkruhej nga shqiptarët, do të shkruhej nga kush, nga Shtresa Meler. Palangjelli ishte një nga njerëzit më të afërt dhe më të kulturuar të Skënderbeut. Shkruante dhe letrat e Skënderbeut. Dhe sigurisht ky njeri do të shkruante shqip, sepse do t'u drejtohej shqiptarëve. Ai u drejtohet priftërinëve shqiptar dhe u thotë, të dini se si t'i pagëzoni shqip bashkëdhetarët tuaj, se nuk do të pagëzoheshin shqip grekët ose romak, këto italianët. Në këtë mënyrë pra skema teorike përputhet dhe ne themi që për herë të parë gjuha shqipe është shkruar me shkronja latine, e kemi të dokumentuar jo me supozim shkencor, dhe pas kësaj fillon një periudhë gjatë në të cilën ne kemi literaturë të vërtet të shkruar. Ne e dim dhe gjithë thonë që Gjon Buzuku ka bërë mesharin e quajnë. Unë e kam studuar këto kohët e fundit dhe mund të them nuk është meshar. Është vepra e Gjon Buzukut, e cila përbëhet nga 4 libra. 3 librat e parë janë një libër lutjesh, një katekizëm, një ritual dhe meshari është vetëm pjesa e 4 të librit. Jo vetëm kaq, po deri në fjalorin enciklopedik të 2009-s thuhet që Buzuku ishte një shqipërus i librave fetal liturgjik. Nuk është e vërtet. Libri i tij nuk është një përkthim.